Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Ne jemi njësia e timeve anale të Prishtinës, sektori i veprave penale kundër pronës së pasurisë, sektori i grabitje, vjedhje grabitore dhe vjedhje trona. Me datën 5/6/2013, rreth orës 12:45 minuta, ka ndodhur një grabitje në agjencionin që gjendet rrugën Dëshmorit e Kombit në Dardani, ku një person janë matosur, ka arrit grabis në kërcënimin e armës diku 100 frank dhe 35 euro. Sot, me datë 7/6/2013, pas 2 dite, kemi arrit që ta arrestojmë të dyshuarin, në bazë disa veprimeve tona hetimore. I dyshuari është arrestu rreth orës 19 tek shkolla Faj Konica në Prishtinë, pas një rezistencë që ka bërë. Kemi arrit që ta konfiskojmë edhe revolën të cilën e kishte pasur me vete. Për shkak të rrezikshmërisë që u kanë, ka pas persona në bazë të informatave që kemi dhe në bazë përshkrimit që na ka bë, të dyshuarit kanë qenë tepër të rrezikshëm dhe është dashur me intervenu me njësinë njësore, njësia speciale operative. Ne në bazë të disa informatave tjera kemi arrit të bëjmë edhe disa bastisje, ku rreth orës 21 kemi bërë një bastisje në Arbëri, ku është dyshuar për substancë narkotike. Edhe pse kemi bërë bastisjen, vendin ku është fsheh, substanca kemi arrit që ta lokalizojmë.